Radio Kosova, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje nga studio Radio Tiranës të dashur dëgjues. Po takohemi si çdo të enjtë miq në emisionin tonë të përbashkët pa kufi, Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Malizi, ku për 60 minuta diskutojmë tema dhe aktualitete që preokupojnë qytetarët e vendeve tona. Këtu nga studio Radio Tiranës një përshëndetje nga unë Jaho Margjeka. Sot kemi zgjedhur të diskutojmë për muzikologji, për muzikë, pra, është fjala, për një aktualitet nga tradita jonë muzikore, siç është regjistrimi si pasuri jo materiale e UNESCO-s, i lahutës, dhe rrugtimi i këngës së lehtë shqiptare në për festivale dhe në Eurosong, duke ju referuar festivalit 64 të këngës në Radio Televizion Shqiptar që nisi mbrëmë në Pallatin e Kongreseve këtu në Tiranë. Për të bashkëbiseduar për këtë temë, sot kemi një panel të ftuarish këtu në studion e Radio Tiranës. Unë jam me maestro Osman Mulën, kompozitor i njohur dhe regjisor i 10 festivaleve të këngës në Radio Televizion Shqiptar, gjithashtu fituesi shumë çmimeve të para në aktivitete të ndryshme të këngës në Radio Televizion Shqiptar dhe më gjerë. Zoti Mula, faleminderit shumë kënaqësi që ju kam sonte në Pa Kufi. Është hera e parë që po vinin në Pa Kufi dhe jemi shumë të nderuar. Shumë faleminderit. Jam shumë i lumtur, e prita me shumë kënaqësi ftesën tuaj. E ndjek me shumë vëmendje, kam vite që e ndjek. Është një emision që ka një audiencë shumë të madhe në gjithë shqiptar kudo që ndodhen dhe më bëhet qefi sepse është një dritare e hapur për të gjithë shqiptarët, të cilët kanë nevojë të shprehen tek televizioni mëm dhe t'i thojnë të gjithë promovimet e botimeve të reja, gjithçka të mirë që bëjnë, pasi vetë publiku ka nevojë të di se çfarë ndodh me shqiptarët kudo që janë. Faleminderit shumë zoti Mula. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka është profesor doktor Zymer Neziraj. Mirvete, a dëgjohemi? Përshëndetje Jaho, për ju dhe të ftuarin tuaj, përshëndetje po ashtu edhe për kolegët në 2 studio tjera dhe për të ftuarit e tyre po ashtu. Si kur e prezentuat edhe ju, unë kam ftuar në studion time etnomuzikologun, profesor doktor Zymer Neziraj. Profesor Neziraj, mirë se erdhët, faleminderit shumë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve, Jaho. Po, faleminderit Mirvete, faleminderit profesor Nezirajt. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Jusufi. Ai është atje, pra kolegu Jusufi është me Jesir Hoxhën, muzikolog. Përshëndetje Mehmet Ali. Përshëndetje. A dëgjohemi? Të gjithë dëgjuesit që janë duke na ndjekur, përshëndesim edhe të ftuarin tuaj zotin Mula në Prishtinë me kolegen Mirvete, të ftuarin e saj dhe të Malizi gjithashtu, siç potencove dhe t'jaho, të ftuari jem për sot është Jesir Hoxha, muzikolog, profesor, mirë se erdhe në Pa Kufi. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, është një kënaqësi e veçantë të jem pjesë e këtij emisionit në një format kaq interesant dhe me bashkëbisedues për te kufirit. Është kënaqësi. Gjithashtu kënaqësia jone që u kemi në studio, po ja. Faleminderit Mehmet Ali, faleminderit profesor Hoxhës. Në studion e Radio Malizi i ftuar i kolegu Cenat Gila është Agron Plumaj, muzikolog. Kronikën e përgatitur nga kolegu Gilaj do të transmetojmë përgjatë emisionit. Ishte ky paneli i diskutimit të këtij emisioni për këtë temë të përzgjedhur që është në fakt ngërthen paksa në 2 tema, por në pjesën e parë nuk do të qëndrojmë gjatë, do të rrim vetëm tek momenti i asaj se si është perceptuar nga të ftuarit tanë shpallja si pasuri jo materiale e UNESCO-s e lahutës shqiptare. Ka patur diskutime, kemi diskutuar edhe në emisionet të tjera për pranimin e një varianti të lahutës nga serbet, gusles ekskluzivisht, me këtë emërtim nga UNESCO dhe ka patur shumë reagime në Shqipërinë, Kosovë, gjithandej në hapësirën shqiptare, por ja ku jemi sot, para disa ditësh, lahuta shqiptare është pasuri jo materiale e UNESCO-s.
dhe është lauta jonë. E të parëve tonë që kanë përcjell eposin e kreshçnikëve, historinë e mbijetesës dhe identitetit tonë kombëtar në disa zona të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Malit të Zi, ku ajo ka gjalluar, ka frymëruar pra lauta. Maestro Mula, një lajm shumë interesant, një lajm i mirëpritur. E para du të ti përshëndes të gjithë të ftuarit që janë në studio, edhe në Prishtinë, edhe në Mal të Zi, edhe në Shkup. Një urim me zemër për ju, për gjithë kontributin tuaj, dhe dalim tek lahuta. Lahuta është një nga instrumentet që kam pas fatin në për festivalet folklorike të Gjirokastrës të jem regjizor, ku veriu e ka pas armën kryesore artistike. Dhe në qoftë se do thush veriu, kapim edhe zonën mbi Shkodrën, si me thanë, dalim në Dugagjin, në Kelmen, vim edhe në Malsinë e Gjakov, se më rrallë futemi edhe në Rogov, futen edhe në treva tona, se tonat janë dhe ata. Ne nuk mund të imagjinojmë pa lahuten, pa këngë të Trimnis e më rrallë. Bile, po qëmë edhe për te i kësaj. Ne kena edhe lahuten e Malsis, që e ka shkru fishta, kështu që edhe me lahuten e ka pas edhe por ka një të mirë të madhe, sepse në pjesa e lahuts është fut shumë edhe në veprat simfonike tona, që do të thotë frymëzimi dhe marrja e si motiv të lahutës është fut edhe të temat e filmit Skënderbeu Muzikë që Zadajs. Është fut edhe në shumë nga Tishdaia, në shumë valle epike, dhe dhe me thanë, ajo është kostumi i të qenurit ton të veshur si shqiptar. Natyrisht ata e kanë disa treva, po ata e kanë eksploruar me shumë dinjitet. Dhe duke u fut tash i lahuta në konsiderat, dhe duke u fut dhe gjubleta, duke u fut edhe vallja e Tropojës, unë mendoj se është një paketë suksesshme që UNESCO fut këto tre elementet të shumë të rëndësishme në gjirin e saj. Po, natyrisht është një edhe një detyrë për studiuesit tanë, për ata që merren me trashëgiminë kulturore historike dhe jo vetëm për ata, për ta mirë administruar këtë vendim të jashtëzakonshëm të shumë pritur, edhe është momenti edhe për t'i falenderuar të gjithë ata që kanë punuar për këtë realitet, për të mbritur deri te ky realitet. Për shembull, zoti Neziraj, Zymer Neziraj, që është në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka, është një nga njerëzit që është angazhuar drejt për drejt në këtë aspekt, bashkë me antarë të akademik, qoftë të Kosovës, qoftë të Shqipërisë, të fushës së muzikës natyrisht, dhe e ftoj ta ndjekim mendimin e tij momentalisht nëpërmjet kolegës Mirvete Uka dhe mikrofonit Radio Kosovës. Po ja. Profesor, më lejoni t'ju uroj për atë që lahute në si instrument i trashëgimisë kulturore, më në fund hyri në listën e instrumenteve të trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s, po ju uroj juve personalisht duke pasur parasysh se gjithë jetën tuaj ju ja keni kushtuar dhe vazhdoni të punoni me shumë pasion për trashëgiminë kulturore. Çfarë nën kupton kjo, çfarë domethënie ka kjo për kulturën shqiptare? Urime dhe juve, urime të gjithëve, është një urim vërtet mbar shqiptar, në të gjitha viset ku jetojmë, qoftë në viset e largëta të Australisë, sepse kjo është dita më veçantë pra për një instrument tonin popullor, një instrument të sotëm të shekullit 21, një instrument të djeshëm dhe të hershëm dhe të lashtë pra nga periudha antike pra e periudhës së kulturës ilire. Lahuta natyrisht vjen një lajm nga UNESCO-ja i vonuar, po sidoqoftë më mirë vonë se hiç, sepse lahuta do të ishte sigurisht në UNESCO dhe më herët, mirë po rrethanat cilat u krijuan në Prishtinë dhe në Tiranë, e që herë nuk ishin të këndshme,
dhe më thonë ndodhi kjo, dhe më thonë sepse nga viti 2008 filloi edhe procesi i përgatitjes së dosjes për UNESCO, që ishte i përfunduar në vitin 2010 dhe të tjerat nuk dua t'i them se është një ditë solemne, është një ditë e gëzimit, është një dasëm e lahutës. Do flasim për rezultatet, tani nuk do flasim për sfidat. Të tjerat janë çështje, si të them, të individëve dhe të grupeve, por për lahutën mund të them se vërtet ajo që u përmendën në fillim për guslën serbe, unë kam thënë dhe them edhe sot, sllavet e jugut, apo slavet në përgjithësi, pra që ne i quajmë të jugut tash, në Gadishun Irik, kur erdhën këtu e kanë gjetur lahutën. Kjo mjafton. Ka mjaftuar edhe atëherë pra kur u shkaktua ajo Tollovi, e cila u shkaktua për disa arsye, prap nuk do t'i them, aty është edhe arsyeja jonë, pra e përfaqësimit tonë atje dhe përfaqësuesve, po, megjithatë kjo ka peshë të madhe, sepse sot ajo konsiderohet si vlerë universale e 7-8 miliardëve njerëzve të botës, pra të globit toksor. Dhe tjetra nuk është vetëm ajo, po është edhe lahuta vërja, pra janë lahuta punuesit, të cilët e bëjnë lahutën, pra e përdorin ose e bëjnë të tjerë dhe e përdorin disa lahutarë të tjerë. Po, profesor, UNESCO e njeh artin e të ndërtuarit, të luajturit dhe të kënduarit të lahutës. Pse ishte e rëndësishme që lahuta të mos shihet vetëm si instrument, por si praktikë kulturore e plot? Po, keni të drejtë edhe të ndërtuarit, lahuta nuk është një instrument, si të themi, që punohet vështirë, punohet pra mirë, punohet shumica i punojnë mirë, dhe druri është zakonisht në malet tona, po është në pjesën e Vrinit, pastaj kjo pjesa tjetër e artit që thatë ju, të lahuta bje fjala, kemi elemente të artit të hershëm pra i lirë, të traditës i lire, gjarpin dhe vijen gjarprore, pastaj kemi kokën e dhis, pra, që janë dy elemente shumë të rëndësishme, po më rëndësishme është se shqiptarët edhe sot e trajtojnë lahutën në shkallën e kultit, pra, kanë ngritur një kult për lahutën, sepse çdo shtëpi, pra nuk është shtëpi në qoftë se nuk e ka një lahutë. Dhe tjetra, një lahutë varet mbi gjak, pra në ball, në pjesën e sipërme, dhe nuk mund të varësh asgjë tjetër përveç asaj, sepse vetëm ajo i takon ajo hapësirë, pra që është si të thënë, edhe nderi i familjes, pra edhe nderi i kulturës kombëtare. Kurse mund të themi se lahuta ka qenë forma e parë, një lloj arkivi muzikor ku janë ruajtur historia, morali dhe identiteti jon? Po, keni të drejtë, po unë nuk do të thoja forma e parë, do të thoja ndër format e para. Ndër format e para. Ndër të para. Sot bje fjala kemi zgjetin ende në përdorim, po asë në përdor ansambli Rrugova, po ndër një ansambl tjetër që mund tjetë edhe ndër format e para, të hershme, pra, pastaj është edhe fylli natyrisht, pastaj e kemi një tjetër me emrin Okarin, kështu që është gjetur në viset e Drenicës, pra në Katundin Runik, e që mosha e saj vlerësohet. E që ka qenë edhe një çmim Okarin e artë dikur në Kosovë. Vlerësohet, pra, apo dhe vlerësohet kështu në moshën mbi 3.000 vjetë deri në 4.000. Çka do të thotë se traditë kulturore i lirët kishin ashtë traditë, pra sa profesor Katiqiq, një prej albanologëve më të mirë, që fatkeqësisht tash nuk e kemi gjallë, ka ligjëruar dikur në Prishtinë, në fillim të viteve 70, ai thotë në të gjitha kulturat ku bashkohen Afrika me Azinë dhe me Evropën, pra në mesdhevën e sotëm, unë kam studiuar kulturat e tyre dhe kam studiuar kulturën gjuhësore. Dhe thotë se edhe emrat epik të vajza dhe të djemve në familjet i lire që e mbronin ilirin, thot, ishin emra të ndërtuar nga formulat e shkurtra epike, duke filluar nga emri Teut. Thot, nuk kam gjetur asnjë popull tjetër përveç ilirëve që kishin kësi emrash. Familjet që dëshmoheshin në luftë, pra, merrnin emra më shumë se Teut, pra, merrnin në shkallën e dytë, pra, të madhështisë, pra, dhe të tjerët në shkallën e herojit, dhe këta emra, thot, ishin të vetmit, domethënë ku bashkohen 3 kontinentet. Ai thot se
Këta emra vinin nga vetë kanga epike, nga valli epike, nga tradita epike, me cilin është marrë dhe profesor Stipçeviçi, pra Arbesh nga Zara, dhe kemi pra rezultate të cilat na vinë edhe nga autorët antik, pra, dhe rezultate të cilat sot ne mund t'i marrim si dëshmi se vërtet ilirët kanë qenë një popull i përmasave të mëdha, të një shtrirje shumë të madhe, pra, deri të viset e Gjermanisë së sotme dhe të Austrisë, pra, e jo vetëm një kufizim se përfundoi Dardania dhe nuk ka më mirë vetë do ta vazhdojmë argumentin me profesor. Ne profesor pastaj në pjesën e dytë do të flasim edhe për lidhjen, po. Në pjesën e dytë do të kthehemi edhe për lidhjen me muzikën e sotme shqipe, se çfarë lidhje ka kjo, por do të kalojmë linjën tani, po. Po, që faleminderit. Faleminderit shumë profesor. Faleminderit profesor Nezirajt. Do të shkojmë në Shkup me kolegun me Medali Jusufi dhe me të ftuarin e tij Jesir Hoxhën, si është si të thuash ajo pavarësisht se në trevat e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut nuk përdoret me sa di unë si instrument, domethënë në mënyrë praktike, natyrisht që ka një rezultat goxha të mirë ky lajm i pranimit të këtij instrumenti të lashtë muzikor të shqiptarëve në pasuritje materiale të UNESCO-s. Po me Medali. Po ja, faleminderit. Medali, dëgjojmë. E njëjta pyetje si në dy studiot tjera, Tiranë, Prishtinë, ky lajm i bukur na surprizë, na befasoi gjithë këndshëm, sepse kur pranuan para ca vitesh guslën sërbe, mbetëm të zhgënjur, po ja që më fund ai mundi edhe i profesorit në studio. Me të ftuarit tanë në studion e Prishtinës, sqaroj se bëhet fjalë për pjesë të identitetit tonë. Këtu në Maqedoni si qëndron ky lajm tash, është bërë edhe këtu lajm. A përdoret, natyrisht përdoret edhe për ne shqiptarët e Maqedonisë së Veriut është një lajm tepër i gëzueshëm dhe kjo na identifikon edhe më shumë si popull dhe na mbështet edhe në këtë drejtim, duke pas që në përgjithësi është e vërtetë që lahutat e ne nuk është se përdoren shumë, por mbi të gjitha jemi një popull i tërë për cilët i gëzohemi çdo fakti të rëndësishëm të kulturës tonë shqiptare. Të jemi sinqert, gjatë studimeve në Tiranë e kam pa me shumë fanatizëm profesorët duke shpjeguar për lahutën. Në veçanti theksoi profesor Vasil Tolen, i cili gjithmonë në ligjërata na shpjegonte për lahutën, dhe kur e kuptoj që unë jam student nga Shkupi, nga Maqedonia e Veriut, edhe më shumë insistonte që unë të kuptoj për këtë instrument dhe në përgjithësi ditë pas dite ta mbrojmë këtë instrument. Sigurisht është një instrument që duhet mbrohet edhe për te kufive dhe prandaj her pas here kemi pasur edhe probleme të cilët gjithë secilin nga ne i dim në përgjithësi. Megjithatë, unë i përkas brezit të ri, të cilën dëshiroj që lahuta mos të ngele vetëm në një institucion të UNESCO-s, por realisht ta kemi edhe në teren, realisht ta njohim, realisht të punohet edhe në punën e terenit sa përket këtij instrumenti dhe në përgjithësi ta shohim edhe në trajtime të tjera. Do të ishte udhës që her pas here brezi i ri të njoftoheshte me këtë instrument dhe her pas here ne të qëndrojmë më afër të instrumentit, jo vetëm brezi i cili ndoshta e ka pasur, e ka prekur më nga afër. Megjithatë mendoj që në përgjithësi duhet të qëndrojmë besnik të instrumenti, jo vetëm me argumente të cilat e kemi hyrë në UNESCO dhe gjithçka do mbaroj. Aty mbaroj. Por sepse ne shqiptarët e Maqedonisë vuajmë për çështje identitare këtu tashmë, sidomos ne andje nga kemi darsmen e Kalishnikut edhe domethënë vuajmë nga këto çështjet që na kanë uzurpuar, si thua, ose kanë marrë të qerit si pronë të vetën, diçka që na takon neve dhe na ka gjetur në gjumë. Do doja që argumentin e dytë kur të kthehemi për s'është e njëjta dhe puna e festivaleve, se na mungoi një kohë të gjatë. Kaq sa i takon në lahutës, kthehemi ja në studion e Tiranës dhe neve kërkojmë ato minutat që na i morët në pjesën e dytë flasim më gjatë. Po faleminderit shumë Medali, faleminderit shumë zot Hoxha. Është momenti të shkojmë me kronikën e përgatitur nga kolegu Senat Gilaj. Siç ju thash, ai ka të ftuar Agron Plumajn, muzikolog, ta ndjekim.
Të nderuar dëgjues, mirë se takohemi edhe në një emision pa kufi. Ju përshëndesim të gjithëve nga Radio e Malit të Zi, e në veçanti dëgjuesit tanë të rregullt, por sigurisht të gjithë ata të cilët na dëgjojnë, e një përshëndetje edhe për ju të nderuar kolegë në tre qendra shqiptare dhe mysafirat tuaj. Sot për temën në fjalë kam të ftuar maestron Agron Plumaj, muzikologun e njohur nga viset tona, i cili merret edhe me etnos të muzikës sonë, si popullor ashtu edhe asaj të lehtë, dhe është edhe profesor muzike në Shkollën e Muzikës në Tuzë e Podgoricë. Fillimisht e falenderoj që ndau kohë që të jetë sot në emisionin tonë dhe do të doja ta pyesja pak me përshtypjen e tij që instrumenti edhe i tij i preferuar, pra lahuta, u bë pjesë e UNESCO-s. Ky instrument yni i lashtë muzikor i të gjitha trevave shqiptare, e sidomos i Shqipërisë Veriore, por edhe i Kosovës së Malit të Zi, ku jetojnë shqiptarët e jo vetëm. Përshëndetje për të gjithë ndëgjuesit tuaj kudo që ndodhen dhe juve në studiot e Tiranës, Prishtinës, të Shkupit. Dhe po ashtu ju falenderoj që më bët pjesë të emisionit pa kufi. Po, mbas pranimit të vet, po themi çubletës në UNESCO, erdhi një lajm realisht i shkëlqyeshëm për shqiptarët, anë mban botës që edhe lavda apo lahuta, si quhet ndërkrahina, është pranuar, do thot, në UNESCO. Jam pa mas i lumtur për këtë lajm, duhet mos harruar që në një mënyrë edhe unë jam një ndër ata kontribuosit e kësaj, ndoshta dhe realisht i vetmi shqiptar në kombin ton shqiptar në një mënyrë që do të thot ka luajtur, ka kënduar lavdën ose lahutën në për festivalet ballkanike, evropiane dhe botërore. Kjo më ban absolutisht të ndihem krenar, do të thot duke mos harruar rënjët tona, këngët e eposit kreshnikeve e kështu me radhë. Pas xhubletës edhe lahuta u bë trashëgimi botërore. Po tash, ne çka duhet të bëjmë? A duhet edhe ne të përpiqemi të ruajmë ato? Po, mendoj që tani është edhe koha që në një mënyrë apo tjetër ne të ndërgjetësohemi dhe të fillojmë paksa të mendojmë për gjeneratat e reja. Mendoj, besoj dhe shpresoj se shumë shpejt do ndodhin një gjë shumë e bukur në Malsi, tani po e las si surprizë, që besoj se do të bëhet diçka në këtë drejtim. Mendoj që duhet mendojmë për të ardhmen që gjeneratat e reja që po vinë, dhash Zoti të kultivojnë këtë instrument, jo vetëm të luajturit, po edhe të kënduarit përmes të instrumentit. Kështu që mendoj që është koha jonë. Pra, duhet të zgjohemi nga gjumi dhe të punojmë në këtë drejtim. Tani pak i nderuari Agron edhe për këngën tonë të lehtë, pra edhe për modernizëm, si e vlerësoni paraqitjen e këngës së lehtë shqiptare në festivalet ndërkombëtare të këtij zhanri, e në veçanti në Eurosong? Po, sa i përket Eurovisionit, mendoj që duhet punuar më shumë në këtë drejtim. E them me plot bindje, pra mendoj që duhet sjellim këngë me vlera në nivel evropian, po themi. Nuk e di, ndoshta në të ardhmen do kemi mundësinë që të punojmë më shumë në aspektin e teksteve, në aspektin e kompozimeve, kompozicioneve, orkestrimeve, kështu me radhë. Mendoj që është koha që sjellim paksa orkestër në skenë. Pra orkestër, ndoshta ndonjë, si ta them, një mini kor, ndoshta një këngë që jep shpresë e kështu me radhë. Mendoj që do të fokusohemi te kjo çështja e shpresës në aspektin e jetës. Po të këngës për fëmijë, sa jemi prezent në skenën ndërkombëtare në këtë zhanër muzikor? Sa i përket aspektit të festivaleve për fëmijët, për fat keq ne nuk kemi asnjë. Ka kohë dhe vite që mundohem të flas për këtë çështje, por si duket zëri nuk po ndëgjohet, më vjen shumë keq. Mendoj që ishte dashur të angazhohemi maksimalisht në këtë çështje, të formohet një grup punues profesional, jo amator, absolutisht vetëm profesional, që të ngritet niveli i festivalit për fëmijët, të gjendet edhe mënyrat e aspektit financimit, sepse pa financim nuk mund të ekzistojmë realisht në këtë çështje. Pra do të jetë një buxhet i cili do të thotë ta mbloj këtë shpenzim realisht për festivalin, dhe në këtë mënyrë vetëm mund të punojmë që të ngrisim talenta dhe të zbulojmë talenta të ri, të cilët një ditë ndoshta, pra shpresoj, do të bëhen edhe këngëtar apo këngëtari i parë, këngëtarja e parë e Malsisë profesioniste. Shpresoj që kjo të ndodhin dhe thash Zotit që të punohet në këtë drejtim. Pasi që ne nga Radio Malit të Zi kemi pak më shumë kohën e kufizuar për emisionin pa kufi. I nderuari Plumaj, mua më mbetet në fund vetëm që t'ju falenderoj edhe një herë që ishit pjesë e pa kufi. Ju falenderit dhe ju dëshiroj gjithë të mirat. Kolegë të nderuar, ishte kjo pra kronika nga Radio e Malit të Zi. Ju falenderojmë shumë që na bëhet pjesë të këtij emisioni gjithë shqiptar.
pasi që është edhe me duket emisioni i fundit për këtë vit. Të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, të gjithë botës uroj vitin e ri 2026 që të jetë një vit më i mirë se ky i kaluari, të ketë me shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve. Gëzuar edhe një herë. Për Pakufin nga Podgorica, Senat Gilaj. Po, ishte kronika e kolegut Senat Gilaj nga Radio Malizi, cili kishte të ftuar Agron Plumajn, muzikolog. Faleminderit koleg Gilaj, natyrisht të gëzuar për ju dhe të gjithë kolegët tanë në Radio Malizi, redaksin Shqipe dhe për gjithë shqiptarët në ato hapësira. E kemi mbyllur në fakt këtë pjesë të diskutimit, pjesë të parë diskutimit për lautën në UNESCO, do të vazhdonim gjatë, pafundësisht, kemi argumente plot për të bashkëbiseduar, por unë mendoj të shkojmë tek një argument tjetër, tek rrugtimi i këngës lehtë shqiptare në për festivale, në Eurosong, gjë që është mjaft e vështirë për ta përmbledhur në një gjysmore në fakt, por do të mundohemi të themi ato gjërat më kryesore. Unë vazhdoj dhe kam kënaqësinë të jem në studio me maestro Osman Mulën, që është një përcjellës i dhjetra festivaleve, si të themi është rritur në për ato festivale edhe profesionalisht dhe jo vetëm, dhe ato festivale natyrisht kanë vijuar duke kaluar në për atë tejqyrën e tij regjizoriale. Zoti Mula, 64 festivale, në 10 prej tyre ju keni qenë regjisor, udhëheqës artistik dhe gjithashtu kontributor me edhe autor, fitues i shumë prej tyre. A është kënga e lehtë shqiptare në atë trendin e kohës, në hollin e duhur, sipas edhe eksperiencës suaj dhe asaj pritshmërisë suaj si një njeri i dëshmuar i natyrisht që në 64 festivale kënga ka pas rritje, por ka pas në shumë momente dhe ulje e ngritje, sepse nga njëherë është keq kuptuar kënga muzikës lehtë dhe dëshira për t'u hap shpeshherë mund të ketë edhe plagjatura dhe rendja pas këngëve për të cilën të krijojnë efekt në sallë, por jo shpeshherë efekti në sallë është ajo që duhet, sepse ka këngë që për momentin duart orkitjen, por mas 3-4 ditëve harrohen. Siç ka dhe këngë shumë të thella, të cilët me kalimin e kohës bëhen edhe më interesante. Festivali ka dhuru këngë në vite mjaft të bukura. Gjaja më mirë që ka interes për të thënë sot këtu dhe për shqiptarët jashtë atë dheut është që me pjesëmarrjen e kompozitorëve më të mirë deri në vitin 90, festivali arriti një lloj pjekurie muzikalisht. Natyrisht kishte shumë probleme me tekstet, sepse tekstet ishin pak të pumpume. Të ideologizuara. Natyrisht. Pas 90-s teksti u çliru, nga njëherë mori edhe kot. Sepse humi fabula, shkoi drejt formalizmit. Humi fabula dhe u prezantun shumë njerëz si poet, të cilët pak janë ata poet që e njohin këngën. Dhe me largimin nga jeta e disa poetëve të zot si Egim Doçi, Jorgo Papingji, qoftë largimi i Gjulians jashtë atje, Arben Duka, që u nda nga jeta. Ta kanë sjell sepse ishin laborues të teksteve për vite me radhë dhe festivali nuk mund të imagjinonte pa ata. Aq më tepër që aty shkruanin edhe drejtori Agolli, Ismail Kadarea, Fatos Arapi e me radhë. Gjëpajer Spahiu. Dhe në festivalet pas, pothuajse ishin emra të cilët u inkuadroshin si poet, kompozitor, këngëtar, orkestrator, dhe është e pamundur që një njeri i bë të gjitha këta në moshën 20 vjeçare. Kështu që detyrimisht që prapa këtyre emrave janë fshehë edhe emra tjerë të cilët mbase kur janë deshifru këngët është pa që kanë mangësi. Rëndësi ka që pas 90-s
pozitive e madhe është që sofra u bë për bashkët me Kosovën. Po. Që do të thotë, ne që nga 19 e sot, sofrën e kena pas për bashkët. I kemi ndihmu dhe na kanë ndihmu. Që do të thotë, pasurimi me kompozitorët kosovar, me poetët kosovar, me këngëtarët e mrekullueshëm kosovar, me instrumentistat mrekullueshëm kosovar, me grupe të ndryshme nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, po kryesisht nga Kosova dhe Maqedonia, sollën dhe këngëtarë shumë të mirë. Dhe festivalet kështu rriten përgjithësinë, rriten profesionalizmin, dhe po të shohësh ne jemi zbashkut si sofër, jo vetëm tek festivali i dhjetorit. Ne ishim edhe në veprimtarit të tjera muzikore, edhe në koncertet e vitit të ri. Me qenë se kam qenë shumë i regjisor i koncerteve të vitit të ri, dhe kam qenë drejtor artistik dhe kam vu firmen, kanë qenë gjithë këngëtarët kosovar pjesëmarrës në sofrën shkodrane, sofrën tiranase, sofrën elbasanse, deri te sofra korçare. Domethënë nuk janë pa praninë e këtyre këngëtarëve. Du dalë dhe këtu. Edhe tek festivali fëmijëve në Shkodër me që u trajtu problemi nga Malizi, dhe këtu nga me kujtim Alin që ishte drejtues, kanë qenë shumë pjesëmarrës fëmijë të autorëve kosovar, të cilët kanë shkëlqy në festivalet tona të këngës për Fatosa Pionier. Edhe sot që unë jam 6-7 vjet pjesëmarrës tek festivali Shkodrës Lulebor, festivali Shkodrës bëhet me praninë edhe shumë kompozitorëve, të cilët kanë marrë të çmimet para, kosovar. Po, edhe kënga jonë u përfaqësua mirë në vendin e 6. Ndërkohë dhe ne ishim pjesëmarrës jo në Francë, se Franca fitoi në fakt. Dhe si pa dashje ne morim çmim të 6 me këtë që mori kjo. Po paraqit shumë mirë. Do të dalë këtu që edhe në festivalin e Prishtinës u bë para 2 muajve, një festival shumë i mirë, interesant. Po, ishte festivali i tretë i RTK-s. Pse po e theksoj këtë? Ishte autor, më duket. Isha autor, po, me një orkestracion të Markelina Kapetanit, me i tekst shumë interesant dhe me të kënume nga Laurian Enjeli. Du të dalë këtu. Që festivalet tona kanë marrë gjën më të mirë nga kompozitorët e vjetër, që do thotë predispoziten dhe seriozitetin për të punu, që për t'i paraqit publikut këngë me prirje kombëtare, me tekste të frymëzume, me orkestrator shumë të zot, pasi ne kemi orkestrator shumë të mirë, ka dhe Kosova orkestrator shumë të mirë. Dhe këtu po thonë në Mond Zhylalin, Fred Kaçinarin, Shpetim Saraqin, atjetër. Dhe Kosova ka. Dhe pa dashje kjo dhe shkrirjet i ballafaqoi kombin shqiptar dhe i harmonizoi vlerat. Dhe kret pa dashje, po ta shohish në pjesëmarrjen e Eurosongut, ne na ka përfaqësuar Kosova mbi 5-6 herë. Dhe na ka paraqit edhe me dinjitet. Po, në vendin e kemi marrë vend të 5. Ne kemi shkuar në vend 5 me këngën Çaj. Po. Okej, pra si. Nora Nisliu. Po. Pastaj me atë grupin e familjes e me tjera. A janë, sipas mendimit tuaj, ose a janë zgjedh, si të thuash, këngët më përfaqësuese, këngët më të duhura për të na përfaqësuar në Eurosong? Tani ka i diçka. Janë çështje. Ka edhe i diçka. Të mbyllur tashmë. Pjesëmarrja në Eurosong i ka rënë një lloj shuplaket për mirë, po thona, portretit festivalit. Sepse festivali, duke u ballafaqur me Eurosongun, ata kërkojnë një lloj këngë tjetër. Kërkojnë një këngë pothuajse ritmike, kërkojnë një këngë që të jetë 3 minuta, kërkojnë një këngë që të jetë me stilin e baletit e me back vokalin e me gjithë këta ke parasysh. Intriguese dhe që të krijoj këtë impaktin e shtetit që përfaqëson. Dhe nga një herë ne për të marrë pjesë aty dhe për të treguar se sa autentik jemi, thirrëm në mendjen tonë lahuten, çiftelin, sharkin, fillum dhe futëm dhe në për introdukte këto lloj instrumentash, ke parasysh gajden, dhe pa dashje,
kalum nga emocioni në një faktor tjetër që gradualisht ram në formalitet. Dhe pa dashje iku ai koncepti i këngës tradicionale i autoktones dhe prania e këngëtarit pranë mikrofonit, po erdhi një lloj vallëzimit në stilin nuk u paraqit natyrshëm, nuk u harmonizu në mënyrë natyrshme. Gjoja modern që dham në festivalin e Eurosong, po dhe humem shumë gjëra. Tani, nuk është kollaj që të rush edhe autenticitetin e këngës klasike shqiptare, që na ka dhuru Mula, Prodani, Krajka, Pjetër Gaci, Fejim Ibrahimi, dhe po të shohësh natën e tretë kur bëjmë domethënë një natë kushtuar këngëve të hershmet nga këta kompozitor, salla i pëlqen, i dorë truket dhe këton me ta. Pra të regon që këto lloj këngësh pas kanë ra në tonalitet. Publiku i don, se s'ke ku e gjen më bukur se këngën rrjedh në këngë ligjerime. Valsi lumturis po thona, Vaçe Zelen, Ravni Mulën që fëmia i parë me rrallë. Anë se pasane sot në Vërshingjergjit. Ku do dal? Tani ka ardhur një kohë e re e cila kërkon dhe kompozitor të ri dhe poet të ri. Por nga një herë duke mos u shkput nga tradita. Nga një herë ardhja e këtyre me shumicë ka bërë që shumë kompozitorë dhe këngëtarë të traditës të mos marrin pjesë. Duke mos marrë pjesë, gradualisht humbë të pak, dhe me thanë, ajo geografia përgjithshme e të gjithë qyteteve, të gjithë mozaiku i të gjithë ngjyrave të vlerave, jo thjesht që përfaqësojnë si motive, për shembull Korça, Shkodra, Vlora, Keberati, Elbasani, kupton, dhe filluan njerëzit me pa më tepër çfarë pëlqen bota, çfarë pëlqen Evropa, si do të na votojë Evropa. Dhe nganjëherë harrohet festivali për të pa përtej festivalit. Megjithatë, sot me moderimin e kohës, edhe këngëtarët, edhe kompozitorët janë bërë të përgjithshëm dhe janë bërë shumë profesionalisht në gjendje për të orkestruar mirë dhe sidomos kemi vokal të mirë. Unë kam përshtypjen se duhet të thellohemi në dy gjëra. Tek poezia, dhe tek kënga nacionale e cila të ketë dhe ndjenjen dhe muzikalitetin brenda. Përgjithsisht janë forma shpërthyese të cilën dojnë me bë sallën me efekte orkestracionit, me back vokale, me ndriçime e me rradhë dhe harrohet ajo gjendja çfarë ka dashur me thënë kompozitori. Një perceptim për festivalin e 64 përpara se të shkojmë tek kolegët. Unë me zemër unë uroj me zemër festivalit suksese, se jam pjesë si me thënë, e këtij institucionit organizimi ashtu Radio Televizion Shqiptar. Dhe është herët ndofta për të dhënë mendimin që sot është natë e dytë. Sepse është kënga ajo që do ta marrin vetë fjalën, që do të thotë, duhet kaloj këngë festivali dhe duhet të jetë publiku sa ka thith këngën dhe sa e mban në buzë motivin e festivalit. Mund të natyrisht festivali do të ketë se s'ban prurje të mira muzikore, do të ketë arritje, do të ketë këngë që do të duar trokitën shumë, por në fundit, i dashur, festivali nuk mund të jetë kur 25 këngë brejland. Festivali bëhet për 5-6 këngë. Sepse, jo bëhet për 5-6 këngë. 5-6 këngë do dalin në sipërfaqe, sepse në konkurrencë dikush do shputet. Dhe ata që shputen, janë ata që i vlerëson publiku dhe që i vlerëson dhe juria. Kam përshtypjen se me këtë juri që pash dhe me këtë emra të një këngëtarit mrekullueshëm që kena këtë me prirje tenorit që njeh gjithë bota dhe me bëhet qefi shumë që është nga diaspora na profesion më smirin është tamam një prurje shkëlqyre Ramlajt që unë adhuroj si tenor dhe si një këngëtar që ka marrë konservatorin këtu në Tiranë dhe mendoj se do të paraqesim një këngë edhe të çmimit parë këtu, por ndërkohë edhe në Eurosong. Mos harrojmë se ne vim pas një Eurosongut shumë të suksesshëm, të vjetshëm,
pas edhe një Eurosongut për fëmijë, shumë të suksesshëm, të si vjeqëm, pavarësisht se dole më bënd 6. Shof përpjekje të vazhdueshme, por kam një kërkesë, që festivali duhet të transmetohet gjatë vitit, për arsye se festivali është haset kryesor i këtij institucionit dhe publiku ka nevojë vazhdimisht ta ndëgjojë. Në radio, në televizion, në departamente të ndryshme, në TV muzik, ta transmetojnë dhe festivalin e Prishtinës. Mos ja lam festivalin e Prishtinës ta transmetojnë vetëm Prishtina. Është një festival që na takon dhe ne. E drejtë, natyrisht. Ata takon organizu. Por ta transmetojmë ne, sepse kur ta transmetojmë dhe ne, edhe ata do kënaqen. Dhe kështu që baza dhe barra e të gjithë këtyre aktiviteteve i bjen radio-televizionit publik shqiptar. Po. Faleminderit Osman Mula. Faleminderit shumë. Faleminderit ju dhe përshëndes edhe të tre mjeshtat që folen nga ja, jemi përsëri në lidhje me ta. Me ta, se mu duken jashtëzakonisht njerëz të përgatitur dhe i njohin jashtëzakonisht mirë problemet, jo vetëm të lahuc e të veshjeve më radh, po gjithçka që merr frym në Shqipëri, ata janë ndjeni dhe e jetojnë me ta. Natyrisht. Për sa i përket lahutes, po të vetëm detajin e fundit, po është fakt që në Shqipëri kanë filluar të bëhen disa festivale lahutash, ku mes tyre ka pjesëmarrë dhe 3. Po, natyrisht tani edhe do lahuta ka në destinacion. Në këtë rast edhe do të jenë edhe më të shumë. Faleminderit shumë Osman Mula, maestro. Faleminderit. Suksese të mira. Respekt shumë. Kënaqësi që ishim bashkë në Pakufi sot. Shkojmë në Kosovë. Kemi marrë disa minuta mirë veten, ndoshta mund të na kritikoni pak, po maestro Osman Mula kishte sa do përmbledhas nuk mund ta të shkurtonim po, më tepër. Për 2 studiot ka mbetur kohë pak tani për 2 studiot që do flasim me radhë. Okay. Profesor Nezir, si e shihni ju si studiues shumë vjeçar lidhjen e muzikës së sotme me atë tradicionalen? A shihni elemente të epikës, të rrëfimit, e kam fjalën për tekstin që përcjellin, për të melodisë tradicionale, sa kanë arritur të transferohen këto në muzikën e sotme shqipe? Po, keni të drejtë, sepse një pyetje e tillë po të shtrohej vazhdimisht, pa pikë dyshimi, dhe nuk do duhej të ndahemi nga shtrati tradicional i krijimit të këngës lirike dhe këngës epike, pra, siç thash edhe në fillim, kënga jon është e përmendur, domethënë, më shumë se 20 shekuj, më shumë se 22 shekuj, më shumë se 24 shekuj. Pra, përmenden autorët antik. Prandaj, kjo linja tradicionale e këngës, pra, bashkë me teksturën, që duhet të ketë elemente edhe të tradicionales, po edhe elemente etnike, pra, ajo pa pikë dyshimit mund të mbijetojë edhe këtë shekull dhe të vazhdojë në shekujt e tjerë. Që dëgjova më shumë vëmendje Osmanin, pra, që shtoi problemin jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht hollësishëm dhe më shumë vëmendje, pra, e dëgjova dhe ato që u thanë, ato do duhej vërtet të përsëriten dhe të përsëriten. Kurse sa i përket lahutës, pa ta përshtuar vetëm me 2 fjalë. Në Prishtinë kemi një shkollë të lahutës ka 7 vjet. Në shkollë të lahutës kemi pasur lahutar me 77 vjet moshë, i cili ishte rapsor. Shumë mirë që mos harrohet si instrument tjetër. Dhe një 7 vjeçar, pra, nxënës i klasës së parë. Pra, kjo ishte simbolika se viti, domethënë, viti i moshës së parë dhe moshës së dytë janë vërtet me 7 dekada. A ka një lidhje familjare mes tyre? Ky 7 vjeçari ka dikë në familje që 7 vjeçari ka në dëshira familje, për luajtur me instrument. Ka në familje, ndoshta një 5 breza lautarësh në VMC kështu të rrethit të gjerë familjar. Që e kanë trashëguar. Që e kanë trashëguar. Dhe tjetra, pra, janë mbajtur 7 festivale të lahutës deri më tash, pra, dhe përveç 7 festivale dhe të shkollës së lahutës, kemi formuar shoqatën e lahutarëve shqiptarë, të gjitha visteve shqiptare, e që jetojnë në Maqedoni, në Evropën perëndimore, edhe që jetojnë edhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte ajo që është risi, dhe këto të tjerat, pa pikë dyshimi, marrin rrjedhën e vet,
sepse pa lahutar, pra nuk kemi lahut, lahuta nuk do të mbijeton dhe pa lahutar. Pra ne shumë lahutar ishte në lahuta punos dhe kënga epike ishte e që shqiptarët i mbajti gjallë në shekuj, pra në vijimësi, pra prandaj në një rast. Sepse përmes këngës me lahut është përcjellur historia shqiptare. Nuk ka qenë thjesht një muzikë, po. Dhe ajo ishte, domethënë, lahuta ishte ndoshta edhe mjeti më i mirë, ishte edhe arma më e mirë që shqiptarët i kanë mbajtur gjallë, sidomos në qendres, pra edhe në lufta, edhe në betejë, prandaj thash në një rast armiku thot vritni lahutarët. Pra lahutarët janë më të rëndësishëm të vriten apo jo, sesa të vriten komandantet ose të vriten bjefjala flamurtare që prinin me flamur përpara. Pra, ishin shumë të rëndësishëm në historinë e mbijetesës etno-kulturore shqiptare dhe si të tillë, pra, vazhdojnë jetën e vetë. Sot kemi rreth 100 lahutar të gjallë, pra nuk janë disa dhjetra. Nga vise të ndryshme shqiptare, po? Po, natyrisht nuk e ne jemi një Shqipëri, pra sigurisht, e ndarë në 6 Shqipëri të vogla, 6 shtete, dhe është të fatkeqësi, natyrisht. Fatkeqësi që nuk e kërkuam vetë, as nuk ja sollën vetës, po na sollën të tjerët, po duhet të mendojmë gjithnjë se e kemi një këngë unike, pra një lahut unike që më përpara është përdorur në gjitha viset, pra të lirikut, e më vonë tash e ka këtë shtrirje, po në Maqedoninë perëndimore, pra në viset shqiptare, atje nuk përdorin instrument. Mirë po sjellin diçka të re. Këngën epike e kanë edhe pikën heroike legjendare, pra ciklin e Krashnekëve, po e kanë. Ka diçka identitare. Profesor, nëse i prekim pak edhe çështjet e festivaleve, Eurovision në këtë rast apo festivalin e RTS, do doja mendimin tuaj pastaj edhe për festivalin e RTK-s, edhe pse është një festival i ri. A e shihni me rrezik nëse elementi identitar nuk përfshihet në muzikën tonë kur jemi në garë me ndërkombëtar, nëse përpiqemi të jemi në trend, si thua, me kohën të përcjellim atë kërkesën ritmike, sikur është rasti i Eurovisionit dhe mund të ikim nga ajo çka është e jona. Po, sepse tani këtu jemi mes asaj ti pëlqejmë botës apo të përcjellim identitetin ton. Keni të drejtë, po nëse do duhet zgjedhur, mirë është të dyjat, nëse bën. Po sigurisht, prandaj e bëj pyetjen. Nëse nuk mund t'i bëjmë të dyjat, këtë parë duhet ta bëjmë gjithsesi. Duhet ta bëjme patjetër, është detyrimore, pra. Por duke kërkuar me ngulm një çmim, a mund të t'i ikim kësaj përfaqësimit tonë si me elemente identitare? Unë mendoj se për një çmim nuk duhet të bëjmë garat në humbjen e identitetit, për shkak se identiteti ka domethënie për ne, ka domethënie të ekzistencës, pra ka domethënie të qenies sonë kombëtare dhe që jemi ndërthuar. Po. Çfarë duhet të bëjnë institucionet tona? Kështu, nëse mundemi shkurt, nëse keni një përcjellje dhe festivalin e RTK-s, ishte herë e tretë, ku jemi si institucione, si shoqëri? Keni vërejtjet tuaja apo sugjerimet si profesionist? Unë mendoj se bjefjala në shkallën e organizimit, po mendoj kërkimor, do duhet kishin një institut të etnomuzikologjisë, cilin nuk e kemi. Do duhet bjefjala për veglat muzikore që folën për tradicionalen dhe veglat tradicionale që është lahuta, nuk kemi ende një departament të veçantë ku studiohen veglat muzikore të popullit shqiptar. E në Itali bjefjala vetë teksti Pirro Misos i hartuar më herët me Ramadan Sokolin, dhe është bjefjala një tekst që kom pasur rastin të ashtë, në Itali e përdorin si tekst mësimor të lëndës gjëdhore. Pra të tjerë të mësojnë, ndërsa ne ja kthejmë shminën. Po, nuk kemi kuadrët e mjaftueshëm në etnomuzikologji, bjefjala në Institutin Albanagjik, kemi nga brezi mesëm i ri, kemi 3, nga brezi i vjetër tashmë nuk kemi profesor Munishi, veç, domethënë, kalojnë. Dhe kështu po rrezikojmë. Po, profesor Sheholli nuk e humbim edhe këta që i kemi. Po, unë mendoj se me këtë treshe e kemi zënë hapin, po kjo treshe nuk mjafton, duhet ketë edhe një 0. Treshja ti bashkohet, pra një 30 që të krijohet nga brezi që pa vjen, dhe kur ti kemi kuadrat, pa pikë dyshimi, do të kemi edhe suksese, edhe festivalet të suksesshme, edhe paraqitjet të suksesshme. Pra, na mungon kuadri i tushëm, po. Profesor, të falenderoj shumë që ishin në emisionin Pa Kufi, dhe
Ju uroj shumë sukses në faleminderit. gjithë projektet. Shumë Faleminderit. faleminderit profesor Zymer Neziraj edhe për kontributin tuaj të vazhdueshëm për njohjen si pasuri materiale të UNESCO-s të Lahutës. Shumë faleminderit. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun Medeli Jusufi dhe të ftuarin zotin Hoxha. Vërejt edhe në maqëni mungesa e kuadrove, mungesa e institucioneve që do të pregaditnin, mungesa e kapaciteteve, si thua, muzikore për festivalin e kishim Nota Fest tash nuk është. Jeni studenti i Tiranës dhe cila është ajo, si thua, ajo përsiatja me veten, sepse kemi mbetur dikur i çonim, si thua, festivalit të RTS-s disa këngëtar tani kjo tashmë nuk është. Mendon që ka të bëjmë me atë që u diskutuat në Tiranë Prishtinë për plasja e vlerave, domethënë ajo që kërkohet në Eurosong me këto që ne mund të performojmë në për Ballkan në këto vende tona. Që mund të them që për fat të keq Maqedonia e Veriut ose më saktë Shkupi nuk është se ka një festival të mirëfill siç e ka, mund të them, Tirana edhe Prishtina. Prandaj her pas here këngëtarët ose kompozitorët edhe sforcohen për të dërguar këngë prej Shkupit në Tiranë ose në Prishtinë. Her pas here këngëtarët nuk kanë ku ta shfaqin kreativitetin e tyre ose këngët të cilët me shumë përkushtim mundohen që ti kompozojnë në vendlinjen e vet. Megjithatë Shkupi deri më tani nuk ka krijuar një festival të tillë. Është shumë për të ardhur keq. Megjithatë ne kemi shembuj shumë të mirëfill se si krijohet një festival, si bëhet një festival dhe cilët janë ato rregullat të cilët brez pas brezi do të trashëgojnë një festival të tillë. Megjithatë Shkupi her pas here është menduar të krijojë, por gjatë rrugës ka stagnuar. Unë shpesh kam ndjerë kur festivalin e RTS-s gjatë studimeve dhe kam pas ose më saktë kam parë një atmosferë të mrekullueshme në qytet. Kam parë se sa kompozitorët diskutonin për këngët të cilët sepse nuk është vetëm performanca e këngëtarëve, është ajo, si thua, orkestra e madhe e radio-televizionit të Shqipërisë që e mori edhe Kosova për shembull, dhe ato që ka qenë për neve si model Kosova. Tashmë kur ajo e merr ato të orkestrën e radio-televizionit shqiptar, çka mbeti për neve? Kemi bërë përpjekje mendimin e Tiranës Prishtinë të mbajmë kontinuitet Nota Festin pak që ta zhvillojmë, që të, si thuash, e curia e një festivali nuk është kaq siç e kemi ne. Sigurisht, e curia e një festivali nuk është kaq e thjeshtë sa mund ta parandojmë. Megjithatë, kjo është një bashkëveprim i brendshëm të cilët institucional, por edhe sa përket kuadrave të cilët ne i kemi. Shumë mirë thanë edhe bashkëfolësit, cilët për të ndërtuar diçka sigurisht duhet të kemi edhe kuadrat profesioniste. Ne në vendin tonë nuk kemi edhe shumë drejtime të cilët do mund studiojmë. Unë personalisht për Shkupi kam shkuar në Tiranë, kam studiuar, sepse nuk kam gjetë në vendin tim një drejtim të caktuar të cilën unë kam dashur. Prandaj do na duhet edhe shumë kohë mendoj që të krijojmë diçka të cilën do të qëndrojë gjatë. Megjithatë është shumë pozitive që ne kemi analogji të pashmangshme mes vendeve tona shqiptare të cilët na kanë dhënë shembuj të dur se si funksionojnë këto gjëra. Megjithatë ne her pas here jemi munduar këngëtarët të Maqedonisë së Veriut të depërtojnë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, edhe tek historiku i kësaj si është. Kemi pasur shumë këngëtarë. Tani s'ka fare. Është në pikpyetje interesi, është në pikpyetje mundësia e tyre, domethënë të gjejnë këngën e dur, kompozitorët të shumë mungon, sepse para 2 puntatave kishim profesorin Blen në grupi i cili vjen nga shkollë ndryshme të Prishtinës, thotë as student që i kishim larguar nga universiteti do. Ai përmend një grup 7-8 studentë u larguan. Çfarë është, cili është ai çelësi për të sigurisht për të depërtuar në një festival të mirë me gjëja kryesore, sigurisht duhet të kesh një këngë potenciale për ty dhe sigurisht që ti duhet ta ndjesh veten rahat në një garë e cila është mjaft serioze. Dhe përgatitja për në festivale të tjera duhet të jetë sigurisht e pashmangshme. Megjithatë ne kemi pasur edhe këngëtar si Agim Poshka, i cili shpesh është paraqitur në festivalin e RTS-s me këngë të veçanta. Megjithatë atësa ka gjetur rrugën e tij. Por nuk mund të them që janë gjërat aq të lehta për të depërtuar në festivalin
e RTS-s, sepse ka dhe mjaft këngëtar, kompozitor të cilët i cilësojnë të mirën, por edhe këngët të cilët ndoshta janë edhe më të dobta. Në përgjithësi mendojmë që ne e ndjekim me shumë kënaqësi të dy festivalet e vendeve tona. Si qëndron në festivali këtu Maqedonës, si duket edhe ato po stagnojnë nuk si më herët, kam marrë pjesë Ardian Gaxha dikur me Tamarën dhe më pas edhe Akimi provoj. Po, sigurisht, ne jemi shtet multietnik, multivetar dhe në këtë drejtim ne ende çalojmë dita ditës. Eurosongi më them në Maqedoninë e Veriut ka 2-3 vitet e fundit që nuk dërgon as pak këngë Maqedonia, sepse ka stagnuar dhe ka një përçarje të mirëfillt në vendin tonë sa i përket këngës së Eurovisionit. Sigurisht që ne shtet multietnik pritën të ndodhin këto gjëra. Ne duhet jemi më sy hapur, më sy qelur që në art mos të përzim as politikën dhe as gjërat e tjera. Vendet tjera ndoshta nuk i kanë këto probleme, megjithatë të jetosh në Maqedoninë e Veriut dhe të krijosh art, duhet të kalojsh nëpër disa rrugë të cilat mund edhe të politikës, por edhe në shumë dimensione tjera. Mbi të gjitha, unë përsëri besoj që arti mirëfillt, kënga e bukur, njerëz të cilët punojnë me dashamirësi për kulturën, për artin, një ditë do shpërblehen dhe do gjejnë rrugën e tyre. Me medalje. Nuk është rastisht që ne nuk kemi. Jemi në fund. Zoti Hoxha, kemi shkelur minutat e fundit. Ishe kënaqësi që u kisha në Pakufi. Faleminderit edhe për mua ishte kënaqësi e veçantë. Po ja. Faleminderit, me medalje. S'na mbetet gjë tjetër veçse të përshëndetemi me njëri tjetrin dhe t'i urojmë dëgjuesit tanë të Radio Tiranës, Radio Kosovës, Radio Shkupit dhe Radio Malit të Zi. Në këtë emision të fundit për vitin 2025 diskutuam për lautën pasuri UNESCO-s dhe rrugtimin e këngës Lehtë shqiptare në për festivale dhe në Eurosong. Në studion e Radio Tiranës ishte maestro Osman Mula, kompozitori i njohur dhe regjisor i shumë festivale në RTS. Faleminderit shumë Osman Mula. Gëzuar festën edhe koleg. Në studion e Radio Kosovës ishte profesor doktor Zymer Neziraj. Faleminderit shumë profesor Neziraj. Në studion e Radio Shkupit ishte Jesir Hoxha, muzikolog. Faleminderit shumë zoti Hoxha. Në studion e Radio Malit të Zi ishte Agron Plumbaj, muzikolog. Në kolegët në studiot e Kosovës Mirve Teuka, në studion Radio Shkupit Mehmet Ali Jusufi, në Radio Malin e Zi Senat Gilaj, këtu nga studio e Radio Tiranës, unë Jau Margjeka që moderova këtë emision, ju uroj gëzuar të gjithë kolegëve, të gjithë dëgjuesve tanë, Krishtlindjet dhe vitin e ri 2026. Mirë u pafshim dhe mirë u dëgjofshim. Gëzuar një vit më të mbarë. Gëzuar. Mirëmbëjtje të gjithë.